Të nderuar drejtues dhe përfaqësues të institucioneve publike, lokale dhe qendrore, zonja dhe zotrinj, të nderuar të pranishëm. Fillimisht, për të nderuar jetën dhe veprën e profesorit Ibrahim Çitako, ju ftojmë për 1 minutë heshtje. Tani, për të paraqitur biografinë e profesor magjistër Ibrahim Çitako, kam nderin të ftoj një mik të veçantë të tij, profesor Selman Mehën, i cili për 63 vite ndau me të jo vetëm rrugtimin profesional, por edhe një miqësi të thellë dhe të sinqertë. Urdhëroni profesorin nderuar. Të dashur familjar të shokut dhe mikut tim të çmuar magjistër Ibrahim Çitakut. Djalë, vajza, nipa, mbesa dhe fare fisi ti, shok dhe dashamirët e ti, si dhe ju të pranishëm në këtë mbledhje përkoqëmore. Ne sot erdhëm në këtë mbledhje për t'i bërë nderime njeriu që meriton, i dashuri dhe i çmuari i zemrave tona, njeriu në shtrejt për familje dhe për shokët dhe miqtë e tij, mësuesin dhe profesorin e respektuar, veteranin e çmuar të arsimit dhe krijimtarin dhe veprimtarin shkencor në lemin e historisë, profesor Ibrahim Çitaku. Ne të gjithë që jemi në këtë sallë do dëshironim që të rrinim dhe të pinim kafe me Ibrahimin dhe të kënaqeshim me të. Ashtu siç ishte i qiltër, i afër, i areshëm dhe për herë na dispononte. Por ja që vdekja na rrëmbeu këtë njeri të rrallë dhe megjithatë fytyra e tij, emri dhe kujtimet për të mbesin të gjalla në syt, mendjen dhe zemrat tona. Me plot të drejtë mund të them se kush e ka njohur Ibrahimin, vetëm fjalë të mira mund të thotë për figurën, personalitetin dhe veprimtarinë e tij arsimore edukative, kolegiale, advetare, kushtuar shkollës shqipe, diturisë, arsimit dhe edukimit të brezave dhe gjeneratave të reja. Ibrahimi lindi me 1985 në fshatin Qitak të komunës së Skënderaj. Arsimin fillor e ka në Runik, ndërsa atë të mesme shkollën normale në Prizren dhe Gjakov, në kushte materiale dhe rrethona të vështira pas luftës së dytë botërore. Shpesh herë rrethente dhe evokonte, se si 2 herë ka ardhur këmbë deri në fshatin e vet nga Prizreni një herë dhe herën e dytë nga Deçani, në mungesë të mjeteve materiale e edhe të mjeteve të komunikacionit. Me Ibrahimin ishëm në raporte më shumë se të mira në një periudhë kohore mbi 60 vjeçare. Ibrahimi, pas mbarimit të shkollës normale, punësohet si mësues në shkollën fillore në Trstenik Toni Qendres të komunës së Drenasit, ku me zell dhe përkushtim ka detyrën edukative arsimore me ata fastuesa të atij fshati dhe fshatrave përreth. Më pasaj punësohet në shkollën fillore në Unik, mësim mbajtje në ciklin e lartë të arsimit fillor. Aty punoi disa vite shkollore dhe ka u punën e arsimtarit në disa lëndë mësimore. Ibrahimi edhe aty mori lëvdata dhe mirënjohje se arsimtar i devotshëm. Ai shpesh herë e zënte në bisedë që arsimtari, respektivisht pedagogu i mirë, nuk duhet vlerësuar ta vlerësojë nxënësin vetëm nga këndi i lëndës që e ligjeron, sepse talenti i nxënësit nuk është vetëm në atë lëndë, por është një fsheftësi e pazbuluar. Shembull mberte një rast në atë shkollë që donin t'ia humbnin vitin, dhe ky me tërqenien e vet reagon dhe nxënësi kalon. Por ai nxënës me pastaj u dallua
me talentin e tij në fushën e kulturës fizike në Kosovë, në ish Jugosllavinë e atëhershme dhe jashtë saj. Në ndërkohë, Ibrahimi kalon në shkollën fillore në Turiqevç, ku aty emërohet drejtor shkolle, detyrë të cilën e kreu me sukses. Vlen të theksohet se në vitin shkollor 1962-63 regjistrohet Fakultetin Filozofik, dega e historisë së Universitetit të Prishtinës, të cilën e mbaroi me sukses dhe mori titullin profesor i historisë. Pas mbarimit të fakultetit, një vit shkollor punoi në shkollën teknike Boris Kidrish, tani arkitekt Sinonin Mitrovic. Ndërsa në vitin shkollor 1966-67 punësohet në shkollën normale Hasan Prishtina në Mitrovic, si profesor historisë, të cilën e ligjeroi disa vjet. Nga shkolla normale kaloi në gjimnazin Rami Sadiku, tani Hamzi Jashari në Skenderaj, ku emërohet në detyrën e drejtorit, të cilën e kreu me mjaft sukses për disa mandate, deri në shkarkimin në mënyrë të dhunshme nga pushteti Miloševićian, të cilën e dërgoi në shtëpinë e kulturës, ndërsa dhunshëm para kohe e pensionojnë. Është për të theksuar se Ibrahimi i takon asaj plejade të veteranëve të arsimit, të fshatit të vet, të komunës së Skenderajit, e Mezher të Kosovës, të asaj kohe që gjithçka dhanë për shkollën shqipe, për diturinë dhe arsimin shqiptar, për arsimin e të rive dhe të rejave shqiptare. Unë, nëse kam të drejtë, do të pohoj se për ta arsimi dhe shkolla shqipe kishin nevojë të thëmë si toka për dritën të diellin. Kjo plejad e pas luftës së dytë botërore dhanë krejt që ka ishte e mundshme për arsimin në Kosovë, përmes mësimit të rregullt në përshkolla dhe kurse analfabetike për të rinjt dhe të rejat shqiptare, vetëm për ta zbutur pas sa do pak analfabetizmin. Për dritën, për diturinë, apo si thoshte Mixheni, po citoj, pak dritë të lutëm, o shok, o mik, o krah, o pris. Pra, për ta quar në vend amanetin e rindatsve në përhapjen e arsimit shqip dhe të abetarës së gjuhës shqipe, që ishte porosia e Naum Veçilharxhit me abetarën e parë të gjuhës shqipe, Jeronim Deradës, Vaskal Todri Rruka e Shkronjave, Naim Frashërit, Gjerasim Qiriazit dhe Motrav Qiriazi, Parashevijes dhe Sevastijes, Hasan Prishtinës dhe për plot arsimdashëve tjerë. Lidhur me këtë që u tha me lartë, do të shërbehem me thënien e Nolit në fjalën memoriale të presidentit të Amerikës Woodward Wilson. Citoj, aty ku ka varre syyti, ka jetë dhe ngjallje. Nëse kam të drejtë, do të bëja një digresion dhe unë mendoj se kjo në një mënyrë apo tjetër vlen edhe për ty i nderuar Ibrahim dhe për gjithë arsimtarët tjerë në të gjitha nivelet e arsimit, sepse edhe pse janë në botën e amshueshme, jetë dhe ngjallja e tyre janë gjeneratat e nxënësve të tyre, të cilët arsimuan dhe kontribuojnë në të gjitha segmentet e jetës shoqërore në Kosovë dhe jashtë saj në Europë dhe Amerikë. Profesor Ibrahim Çitoku e regjistroi magjistraturën ka mesi i viteve të 70-ta të shekullit kaluar, ndërsa magjistroi ka fundi atyre viteve dhe mori titullin shkencor magjistër i shkencës së historisë. Ajo që vlen të theksohet lidhur me këtë është se titullin e brëmosi përmes shkrimeve dhe artikujve në revistat e ndryshme shkencore dhe ekskluzivisht përmes 4 veprave voluminoze me kriteret e larta shkencore
dhe të vlerësuara nga ona e opinionit shkencor në mënyrë mjaft pozitive. Ato janë: 1. Azem Galica dhe veprimtaria luftarake e qetave kaçake të Drenisës. 2. 1996. 2. Prekazi, Prishtinë 2003. Drenica, Prishtinë 2004. Mitrovica në Përshekuj, Prishtinë 2022. Në të gjitha këto vepra, autori flet për rezistencën e pamposhtur në Drenicë, Shalë dhe në treva tjera shqiptare të Kosovës dhe jashtë saj. Flet për një lumë gjaku të martirëve, dëshmorëve dhe heronjve në tokat shqiptare për atë dhe liri të popullit të vet. Kështu që për gjithë këtë do ta përmbyllja me maksimen respektivisht. Fjalën e urtë të popullit shqiptar. Gjaku që derdhen për atë dhe lirinë e popullit të vet. I bie dielli e nuk e than, i bie shiu e nuk e lan. Dhe kajtë në fund, do të thaja që veprat e Ibrahim Qitakut do të jetojnë me shekuj të gjeneratat dhe brezat e reja. Nuk do të harrohen dhe as nuk do të shlyhen. Të qoftë kujtimi për ty mos u harroft. Të qoftë i lehtë dheu i Kosovës martire të cilën e dashte aq shumë. U presh i qetë në botën e amshushme. Lavdi. Jemi të nderuar që kemi me ne profesor Dr. Sala Ahmeta Qitaku, e cila ka qenë lektore e veprave të profesorit Ibrahim Qitaku. Me kënaqësi, e ftojmë të na ndajë një fjalë rasti. Urdhëroni, profesoresh. Përshëndes gjithë pranishmit, miq, dashamir dhe adhurues të zotri Ibrahim Qitakut. Unë me Ibrahim Qitakun, kontaktet e para, njohjen e kam pasur në vitin 1976 deri 78, kur fillova të punoja në gjimnazin e Skënderajt, në Skënderaj. Dhe atë misi e kemi vazhduar deri në ditën kur ai ka vdekur. Kam qenë nderuar dhe e lumtur që tërë krijimtarinë e tij e kam lekturuar me dashuri dhe me respekt për një njeri që ka bërë aq shumë për historinë e kombit shqiptar. Shumë rrallë më ndodh të kem shqetësime si sot, që më duhet të flas për Ibrahim Qitakun, nga ndjenja e përgjegjësisë, se mos nuk po mund të them e të flas si duhet e sa duhet për madhështinë e intelektualit dhe shkencëtarit Ibrahim Qitaku, por edhe për vlerat e mëdha njerëzore që kishte. Ibrahimi ishte njeri me parime, njeri me virtyte, ishte i ditur, i matur, i ndershëm deri në adhurim. Kulti i tij ishte puna përkushtuese thellësisht dinjitoze dhe e palodhshme, e pa epur deri në kult. Po, ai punën e kishte mënyrë jetese. I përgjegjshëm e me rrezatim mirësie e dashurie të pamatshme për kombin, për atë dheun, për njerëzit që e barte dhe transmetonte kudo, shumë i natyrshëm, i qiltër, i kulturuar. Njeri që kur nuk ndalej se punuari, e kur nuk lodhej, as kur nuk ankohej. Vetëm hulumtonte, punonte për të dëshmuar e për të shkruar historinë e kombit.
me shumë fakte, me shumë të gjetura e dëshmi të qëndrueshme, që kur të qitën në letër, të mos mundet askush t'i vë në dyshim, ose ti mohoj përballë arkivave, shkrimeve, dokumenteve e të dhënave, dhe në këtë mënyrë ai shkroi historinë e mirëfillt të kombit për të gjitha epokat, që me fakte qëndronte mbi teoritë e dëmshme që nxirrnin shpesh kundërshtarët e kombit shqiptar. Kështu, ai si intelektual dhe si shkencëtar u bë frymëzim dhe ndërgjegje për njerëzit. Ai kishte vetëm një ëndër, një qëllim dhe një dëshirë, që ta shihte atë dheun dhe kombin të lirë e të përparuar, të zhvilluar e të arsimuar, dhe për këtë ideal punoi një jetë të tërë, duke lënë gjurmë të vlefshme në arsim, në shkencë e në kulturë, e duke mos kërkuar asgjë në këmbim. Dhe kështu, ai sot, edhe në parajsën qiellore, na shpërndan rreze drite e dashurie hyjnore. Ibrahim Çitaku, me punën e tij si intelektual, dëshmoi se edhe në rrethana jo të lehta mund të bësh punë të vlefshme e të dobishme. Se intelektuali i mirëfillt dhe atëtar e bën punën edhe në kushte të rënda dhe pa pritur mirënjohje, e pa kushtëzime. Kështu, Ibrahimi asnjëherë nuk është ndalur, ndonjëherë mrekullohesha me idealizmin dhe përkushtimin e tij ndaj punës shkencore. Njeri që nuk lodhej kurrë, nuk ankohej, nuk dëshpërohej dhe kështu, heshturazi, shndërrohej në një frymëzim. Bisedat me të ishin gjithnjë të vlefshme. Asnjëherë nuk fliste për vete, për vështirësitë jetësore, jo. Ai gjithnjë i qetë, i matur, i përkushtuar deri në madhështi, për t'i dhënë kombit diçka të vlefshme, për ta dokumentuar me fakte të shumta e për ta përjetësuar jetën e rëndë, të pafat, por kur të nënshtruar e të ligësuar e as të përkullur të shqiptarve. Dhe këtë e përjetësoj me historinë që shkroi, që e studioj, që e dokumentoj me shumë fakte, me shumë dëshmi, me shumë të dhëna, për t'u lënë testament gjeneratave dramën tonë shekullore. Ibrahimi tërë jetën u mor me histori. E shkroi historinë e kombit me eksaktësi, argumentueshëm, me argumentimin e shkencëtarit dhe me idealizmin e intelektualit. Prandaj, ai krejt natyrshëm, me veprën e tij madhore, edhe vetë u bë pjesë e historisë së kombit. Unë kam pasur nderin dhe dëshiren që të jem lektore për të gjitha veprat e tij. Dhe njeriu, kur i sheh mbi 4.000 faqe tekst, historie të shkruara, me citime me fakte, e vlerëson se me sa përkushtim dhe me sa burime e sa seriozitet e përgjegjësi profesionale ka punuar Ibrahimi. Ai asnjëherë nuk është mbështetur vetëm në një burim, po në disa burime, dhe vetëm kur ato janë përputhur ose kanë qenë të përafërta me faktet, atëherë i ka marrë ose i ka vlerësuar si të qëndrueshme dhe të vërteta. Natyrisht,
natyrshëm mund të pohojmë se çdo shkrim, çdo studim, ai e ka bërë me korrektësinë e shkencëtarit dhe me përgjegjësinë e intelektualit që e thot të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ka pasur raste që i di edhe unë, kur ndonjë qytetar ose ndonjë individ është ndjeri zemruar me që Ibrahimi ka dhënë e shkruar fakte të vërteta, po jo të këndshme për dikë që ka qenë në anën e dëmshme të historisë. Dhe Ibrahimi, me madhështinë dhe dignitetin e tij, u thoshte: "Ma dëshmo se këto që kam shkruar nuk janë të vërteta, se unë kam pasur shumë burime. Nëse arrin t'i demantosh, e korrigjojmë." Pra, ai gjithnjë ka punuar me përgjegjësi të lartë morale e profesionale, duke e tu mirë vetëm të vërtetën, që e ka mbështetur në burime dhe asnjëherë vetëm në një burim. Po, në vepra shkencore, në arkiva dhe në revista, në shtypin ditor dhe në biseda e intervista me shumë akter të kohës. Dhe vetëm kur të gjitha këto burime kanë pasur të dhëna të përafërta, i ka marrë si të mirëgjena. Ja, mund të shikoni vetëm disa fakte të pjeshme që kemi nxjerrë nga veprat e tij. Libri Azem Galica dhe Lëvizja e qetave kaçake në Drenicë, e botuar në vitin 1996. I ka 550 faqe. Në të, kujtime të bashkëluftëtarëve dhe të bashkohanikëve janë 84 bashkëbisedues. 84. Ose intervista, literatura e konsultuar nga 90 autor librash. Nga Zagrebi, nga Tirana, nga Beogradi, nga Vjena, nga Parisi, nga arkivi i Kosovës, i Cetinjes, i Beogradit, e tjerë. Revista nga shumë botues vendor e të ndryshme, dhe mbi këto fakte e argumente i ka ballafaquar hulumtimet që ka bërë në teren. Ky është Ibrahim Çitaku. Libri tjetër, Drenica, 1999, Prishtinë 2004, i ka 900 faqe tekst. 900 faqe me i numru, është vështirë. E le mo të shkruash. Burime për këtë libër i ka nga 174 autor librash. 174 autor librash dhe studimesh, kujtime nga tereni, biseda me dëshmitar të kohës, 364 bashkëbisedues, pra 364 bashkëbisedues e intervistues të kohës. Burime arkivore nga Arkivi i Shtetit Shtetëror të Shqipërisë, Tiranë, dhe 20 dosje nga Arkivi i Tiranës. Pastaj nga Prefektura e Pejës Gjakovës, Prishtinës e tjera, Arkivi Beogradit, nga gazeta, nga revista, 71 burime, Prishtinë, Beograd e tjerë. Dhe në këtë libër, në këtë studim, si askund tjetër, gjejmë fakte të dhëna për luftën e UÇK-s, për shtabin e përgjithshëm, për luftëtarët, për humbjet dhe dëmet materiale në të gjitha fshatrat, me numër, me emra, me humbje edhe materiale, edhe të pronave. Pra, ky libër është si një arkiv, si një burim prej nga mund të marrim fakte të shumta. Ndoshta po ju lodhi
Po, libri tjetër, Mitrovica ndërshekuj, Prishtinë 2022. I ka 900 faqe tekst. Burime nga 235 autor librash e studimesh. Nga arkivin e Beograd 68 njësi. Prej nga ka vjel të dhëna, pastaj nga arkivi Cetinjes, Nikšićit, Dubrovnikut, Shkupit, nga arkivi Tiranës, nga 76 njësi, prej nga ka marrë fakte e të dhëna. Kurse për luftën e UÇK-s, kanë nxjerrë të dhëna nga arkivat e TMK-s, nga shoqatat e dala nga lufta, nga revista, nga arkivi Kosovës, nga Instituti Historisë e tjerë. Ky libër sjell aq shumë fakte, dhe i kam krejt të freskëta, dhe më thënë, nga leximi që u kam bërë, sjell aq shumë fakte të dhëna për Mitrovicën me rrethim, edhe fakte historike, edhe demografike, edhe për organizimin e UÇK-s, edhe për egzodin biblik të mira Mitrovicasve, drejt Shqipërisë e Malit të Zi, me një përkushtim mahnitës, shterrues e paraqet këtë dramë. Këtu shohim edhe fakte për dëmet materiale të kësaj zone, me saktësi për secilin vend, fakte për të vrarët, për të plagosurit, për UÇK-n dhe luftën e saj. Ky libër është një monument, është testament. Nga kjo që kam lexuar dhe që kam parë në librat e Ibrahim Çitakut, mund të pohoj se po ta bën të gjithë këtë punë Instituti Historisë, do të mrekulloheshim. Por këtë punë e ka bërë një njeri, punë të cilën do duhet ta bënin 10 autor, me fazat të ndryshme, me periudhat të ndryshme, me të shtrojnë çështje të ndryshme. Dhe këtë e ka bërë një individ. Ose do të mund ta bënte Akademia e Shkencave dhe Arteve, ku do t'i ndanin fushat e kërkimit. Por ta bëj këtë punë kolosale, një njeri, një autor, me forca të veta, pa asnjë mbështetje institucionale, del të jetë një mrekulli. Veprat e Ibrahim Çitakut janë arkiv, janë trashëgimi, e çmuar për gjeneratat. Dhe unë kam një lutje publike që për Ibrahim Çitakun të organizohet ndonjë akademi shkencore, profesionale, në të cilën do të flasin shumë autor dhe shumë njerëz kompetent nga fusha e historisë, që të zbardhet ta shohë edhe opinioni këtë punë kaq të madhe që ka bërë Ibrahim Çitaku. Jam e nderuar që kam qenë mike e tij dhe e kam parë nga afër krejt punën e tij madhore që ka bërë për historinë e kombit, po që ka bërë edhe për gjeneratat që do të vinë. Ju faleminderit. Ftojmë profesor Vehbit Zanin, i cili ka punuar ngushtë dhe ka qenë mik i afërt i profesorit. Urdhëroni profesorin nderuar. E nderuara familje e profesorit Ibrahim Çitaku, të nderuar kolegë, ish nxënës dhe miq të profesorit. Shkurtimisht do të flas për punën e Ibrahimit si drejtor në gjimnazin Ramiz Sadiku atëherë, e sot gjimnazi Hamzi Ashari në Skënderaj. Prej vitit 1975 deri në vitin 1985. Dhe si sekretari BVI-s për kulturë në komunën e Skënderajt prej vitit 1985 deri në pension. Zgjedhja e Ibrahimit drejtor në gjimnaz ishte një hap i rëndësishëm për arsimin e mesëm në Skënderaj, pasi që në kuadër të gjimnazit punonin edhe shkolla teknike, ekonomike dhe disa paralele të mjekësisë. Ai duhet ta udhëheste një kolektiv të përqarë, të ndarë në grupe, herëherë edhe
grupet e politizuara. Ibrahimi si njës i mirë i mentalitetit drenisas, që e kishte thelluar edhe gjatë hulumtimeve shkencore në për Drenicë, si edhe nisur nga thënia e Victor Hugos se historia është jehones e ardhmes, e trasoj rrugën e suksesme për ta udhëhequr një institucion bukur kompleks. A i pajisur edhe me 2 parime parsore, me drejtësi dhe panësi, arrin të krijojnë një kolektiv unik e mbi të gjitha një atmosferë pune. Njëherit, krijojnë një formë udhëheqëse që u bë model për të tjerët, jo vetëm në gjimnaz, po edhe në shkolla tjera. Sukseset në arsim edhe pse vonojnë prap duken. Kështu, nxënësit e gjimnazit pas studimeve ktheheshin në Skënderaj, duke i plotësuar mungesat e kuadrave në të gjitha fushat, si profesor, mjek, inxhinier, jurist, ekonomist e të tjerë. Si shembull, mund të cekim se në vitet e 80-ta në Skënderaj punonin mbi 30 mjek të profileve të ndryshme, ndërsa para 10 viteve punonte vetëm 1 mjek. Nga bonkat e këtij gjimnazi kanë dalë burr shtetas, edhe diplomat të shquar. 2 nga 4 krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag ishin të këtij gjimnazi. Hashim Thaçi ishte nxënës dhe Jakub Krasni që ishte profesor i historisë. Këta shembuj tregojnë për cilësinë e procesit arsimor dhe edukativ. Dhe jo vetëm kjo. Në gjimnazin e udhëhequr nga Ibrahim Çitaku, mbillej edhe një frymë shtesë adhetare, se në për hapësirat e këtij gjimnazi vinin bashkëluftar të Azem e Shot e Galicës, Kamer e Murat Ljoshit, Hasan Prishtinës, Shaban Polluzhës e luftetarë të tjerë, që mua me duke se po ecën vetë historia në përkëndet e shkollës sonë. Sigurisht, ky ishte një nga frymëzimet që nga bankat e këtij gjimnazi të lindin aq shumë heroj e dëshmor të luftës së fundit, duke filluar nga komandanti legjendar Adem Jashari, Hamze Jashari, Faik Jashari, Ilaz Kodra, Enver Haliti, Selman Vojvoda, Rifat Mziu, Abbas Thaçi, Abedin Rexha, Driton Veliu, Safet Gjinovci, Ajet Beqiri, Kaplan Ahmeti, Bashkim Kerolli, Arsim Gashi, vëllezrit Azem e Faik, Hajrizi, Sabet Ahmeti e shumë të tjerë. Për të gjithë këta ka shkruar profesori, të gjithë janë personazhe në veprat e tij. Prej vitit 1985 e deri pension Ibrahimi punoi sekretar i BVI-s për kulturën e Skënderaj. Kom pas fatin prap të punoj me te pasi isha delegat nga gjimnazi në këtë BVI. Serish, po ai udhëheqjes korrekt e parimur. Ku si thot populli i punon të ora, edhe këtu la gjurmë që nuk shihen. Vlen të përmendet se në këtë kohë me shumë mund e mençuri, kryesisht e Ibrahimit, u bë emërtimi i qendrës së kulturës me emrin e kolosit Hasan Prishtina. Në vitet 90-ta, përpos shkrimit të veprave, angazhohej edhe në aktivitete që i kërkonte koha. Kështu, në 50 vjetorin e luftës së Shaban Polluzhës, Ibrahimi ishte kryetari i Këshillit Organizativ, antar Veli Sufi dhe Bizani, nga komuna e Skënderajt, dhe Jakub Krasniqi, Mehdi Bardhi e Sinan Gashi nga komuna e Drenasit. Pasi që një tubim i tillë mbaj për herë të parë, u desht afro një muj punë në teren,
ku barën kryesore e kishte profesori Ibrahim. Aktiviteti i profesorit shtihej sa në Skenderaj, sa në Mitrovic, kur i maltretun aktivistët e këtij qyteti në shkollën Migjeni, ky e kishte pësuar me sërëndi, duke i treguar plaket kur shkum për vizit, tha këto plak shërohen, por ka që nuk shërohen. I nderuar i profesor Ibrahim, të takova kur e more pensionin e parë. Në dorë mbaje një fitil llame dhe më the, ja pensioni im. Mora aq para sa kushton ky fitil llame. 1 cent ma shumë jo. Në emër të shoqërisë atëhershme, edhe pse ishim të robruar të kërkoj falje. Po edhe në emër të kësaj të sotmes, prap të kërkoj falje, se ju keni merituar një pension dinitoz dhe një varrim ma dinitoz. Për varrim, edhe ne kemi fajet tona. Ne kemi prit nga kuvendi komunali Skenderajt, nga gjimnazi, po edhe nga kuvendi komunali Mitrovicës, dhe kështu shkoj. Për fund, një varë nga Din Mehmeti, si kur të e shkruar për ju. Fli i qetë me një shuplak Kosovë në kokë. Lavdi, profesor Ibrahim Çitoku. Me praninë e saj, sot na ka nderuar edhe deputetja e Kuvendit të Kosovës, zonja Sala Jashari. Faleminderit shumë e nderuar. Në vazhdim, ftojmë për një pikë artistike violinistin Oltion Musliun nga Shkolla e Muzikës Tefta Tashko me pikën artistike Vendi im. Dhëndrin e profesorit Dr. Burhan Elezi, ish ushtari UÇK-s. Urdhëroni, doktor. Të nderuara familja Çitoku, të nderuar pjesëmarrës. Punoni dhe mos u ndalni kurrë derisa e keni forcën dhe shëndetin. Këto ishin fjalët më të shpeshta që na i thoshte Axha Ibrahim, si që kisha qefta quaja unë, çdo herë që shkoja për vizitë të kjo familje. Dëshira e tij për punën dhe shkollën ishte e pamatshme. Kishte dëshirën të na shitet të përparonim në shkencë dhe punën ta merrnim me shumë seriozitet në çdo moment dhe të shfrytëzonim rinin dhe shëndetin deri në maksimum. Në bisedat e gjata që kishim, ishte e pamundur të mos diskutonim rreth luftës së UÇK-s dhe popullit ton për çlirimin e Kosovës. Si një historian që ja ka kushtuar jetën arsimimit të brezave të rinj dhe historisë së popullit shqiptar, ishte jashtëzakonisht i interesuar për organizimin dhe veprimtarinë e UÇK-s në zonat në të cilat ai nuk kishte pasur mundësi të vizitonte, por që isha prezent unë. Do të thotë, ishte shumë interesuar për zonat në të cilat kisha operuar unë. Kishte një interesim të jashtëzakonshëm për kushtet e ushtarëve të UÇK-s,
për jetën e përditshme, organizimin e jetës e përditshme të luftarve, betejat kundër armikut dhe sukseset tona në beteja. Shihej që nuk kishte dëshirë të dëgjonte humbjet nga radhët e UÇK-s. E përjetonte rënd çdo humbje tonën. Çdo moment që unë e rrëfeja, dukej sikur ai futej në jetën e një luftëtari, në përjetimet e një luftëtari dhe emocionohej jashtëzakonisht shumë kur flisja për betejat e suksesshme tonat. Pra, në bisedat tona dominante lufta jonë për liri, sikurse kjo luftë nuk po përfundon të kur. Ktheheshim e riktheheshim në kohën e luftës. Ishte një nga ata pak njerëz me të cili mund të shprehesha për luftën, vuajtje tona dhe të shprehja emocionet e një luftëtari para ti, pa pasur frikën që do të më gjykoj për emocionet, përkundrazi, ndjehesha mirë kur të regonim njeri tjetrit për vojat e kohës së luftës, unë si një luftëtar, ndërsa ai si një historian që kishte mbledhur fakte historike gjatë kohës së luftës. Rruga për Mitrovic asnjëherë nuk ka qenë gjatë për mua, sepse atje kisha njeriun që mund t'ja shprehja çdo emocion para ti, më kishte zavendësuar baban tim me urtësinë e tij për të ndëgjuar dhe për të ndarë bashk momente të rënda të atyre përjetimeve të mia. Ishte i apasionuar për historinë e luftës, gjë që e ka treguar në librat e tij, në të cilat ka punuar me aq përkushtim. Ndjehem njeriu më me fat që pata rastin ta njoh nga afër dhe të jem pjesë e asaj familje të cilën profesori e edukoi me aq përkushtim. Është një boshllëk që e ndjej që nga ikja e tij në amshim, sepse humba një njeri ku mund të shprehem dhe një njeri nga i cili mësova jashtëzakonisht shumë. I jam falendërues për jetë që më dha rastin të shprehesha pa u gjykuar dhe për durimin e tij ndaj bisedave të mia. Qoftë i përjetshëm kujtimi për Axhin Ibrahim. Faleminderit. Radha është për mbesat e profesorit, Vatra Qitako dhe pastaj për Bjeshke Lezin. Urdhëro Vatra. Atëherë, unë jam Vatra Qitako, mbesa Ibrahimit, dhe kam shkruar një fjalën për të, për ty gjyshen tim të dashur. Fjalët janë të pakta për të shprehur mungesën tënde. Malli është bërë tashmë pjesë e jetës sonë, të shoh në çdo cep të shtëpisë dhe të dëgjoj në çdo bisedë. Sa shpejt kaloi ky vit. Edhe pse nuk të kemi pranë, gjithmonë do të jesh vatra e shtëpisë. Veprimtaria e gjyshit tim nuk ka fund, por do të doja ta kujtoja edhe një pjesë tjetër të tij. Buzëqeshjen e tij të hareshme, që ende vërdollit në mendjen time. Ishte ai që më mësoi të kisha guxim, të isha i sinqert dhe të isha vetvetja. Po ta dinte me sa entuziazëm dhe krenari përmendi emrin e tij. Sa e vështirë është të mos mburem, sepse kur flas për të, krenaria ka lënë çdo mos. Mençuria, urtësia dhe ndershmëria e tij janë vetëm fillimi i virtyteve që kishte. Sot një vit më vonë, dhimbja është ende aty. Përbashkë me të, edhe mirënjohja. Jam mirënjohëse që pata fatin të jem mbesa jote, do ta bart emrin që më vure me plot krenari. Gjyshi im i dashur, epse nuk të shohim më, ne të ndjejmë në kujtimet tona. Do të na mungosh përgjithmonë, për kujtimi yt nuk do të vdes kur. Ti jeton në zemrat tona dhe veprimtaria jote jehan anë mban. Për gjyshin tim, sot erdha këtu me një zemër plot mall, për gjyshin tim të ndjerë. Edhe pse ti nuk je më, unë të ndjej çdo ditë, në kujtimet e paharrueshme, në fjalët e mençura dhe në dashurinë që ke shprehur ndaj meje. Ti ishe gjithmonë i buzëqeshur dhe më bëje të ndjehesha e sigurt pranë teje. Më mungon shumë zëri yt, përqafimi yt dhe mënyra se si më trajtove me dashuri të pafundshme. Ti ishe historian dhe më tregoje histori të ndryshme, sikur të ishim për rolla të gjalla. Kur të dëgjoja, më dukej se unë isha duke udhëtuar bashkë me ty nëpër ato kohë. Sa shumë më mungon gjysh, çdo ditë pres thirrjen tënde, pres zërin tënd, pres humorin tënd të ëmbël. Të premtoj se do të rritem duke të kujtuar me krenari dhe do të përpiqem të arrij mojen e dijes, ashtu si çdo jetë. Pu shefsh në poqe gjysh, unë do të dua gjithmonë. Faleminderit.
falenderojmë besat e profesorit. Tani ftojmë edhe për një pikë tjetër artistike, violinistin Oltion Musliun. Kësaj radhe do ta luaj pjesën prelud. Urdhëroni nderuar. Unë duhet të ndoj me ju një përjetim si nxënës i shkollës së mesme në Skënderaj, atëherë Serbicë është quajtur, kur ishte drejtor profesori Ibrahim. Ishte viti 1981, anën bon ishte krizmat e Tahir Mejes në Përkaz me babën dhe familjen e tij. Unë ishta në vitin e parë të shkollës mesme, nuk e harroja ditë kur. Dhe profesori i serbishtes filloi të rrante në klasën e viti parë 3 Banush Veliçi kutestar, unë isha i kutestari profesorit Banush Veliçit, filloi të rrante një nxënësit profesori i serbishtes. Na ishëm ardhur nga anëmbon fshatrave të varfëra, por dëshëm shkollën. Kur filloi të rrante një ka një, ishte ardhat që të më rrante edhe mua. Nga mlefi, kam dëshmitar, unë e gjujta me karrik dhe sulmova profesorin e serbishtes, si një njeri të tillën serbishten gjithë e komë rrejtur, edhe pse nuk kena pasur fuqi ndryshe ta kundërshtojmë. Me dërguan të drejtori në atë kohë ishte Ibrahim Çitaku. Baboj im ishte me gjithë Rifat Jasharin në Vis Otök, në Split duke punuar bashk, nuk mund të vente të më shpëtonte. Shkoi vllau im Regjipi atje dhe u taku me drejtorin, por edhe pse ai mendonte se profesori i serbishtes se unë me të vërtetë u përjashtova nga shkolla dhe nuk do të vazhdoj mësimin, shpëtimtar ke vetë drejtori Ibrahim Çitaku dhe më tha, shkore 2-3 ditë dhe ja ktheu në sim. Dhe falë tina, unë vazhdova sot dhe sot punoj si profesor dhe jam krenar që kom pas drejtor Ibrahim Çitakun. Lavdi Ibrahim Çitakut dhe profesorit i cili ka qenë profesor shumë i respektuar, jo vetëm Drenic, por edhe si historian, lavdi. Faleminderit. Krejt në fund, për një fjalë falenderimi, ftojmë vajzën e profesorit, doktoreshën Vjolca Çitaku. Urdhëroni, doktoresh. Të nderuar të pranishëm, në emër të familjes, ju falenderoj nga zemra për që jeni sot këtu për të nderuar jetën dhe veprën e babait tonë. Të shkruaj për ty, babi, ishte shumë e vështirë, dhimbja shumë e madhe dhe malli shumë i madh, po sot krenaria e mundi dhimbjen. Ti për mua nuk ishe vetëm baba, ishe frymëzimi im, ishe mbështetja ime, ishe forca ime, ishe zëri që dëgjoja çdo mëngjes para se të shkoja në punë.
Ti na ofrove zgjidhje edhe kur dukej se nuk ishte fare. Na ofrove qetësi edhe kur kishte furtunë. Qetësia dhe urtësia jote ishte e pa imagjinueshme. Edhe të pamundurën e ktheje në mundësi. Shpesh babi kur hyja në ader të gjeja duke lexuar. Edhe sot e kam atë pamje parasysh. Të kam adhuruar gjithmonë dhe të kam pasur lakmi vullnetin për jetë dhe për punë. Për ty të gjithë njerëzit ishin të mirë. Ti ishe gjithmonë i palodhur, ishe gjithmonë me humor. Edhe pse fizikisht ti sot nuk je me ne, prania yte ndihet në çdo hap që bëjmë, në çdo vendim që marrim, në çdo sukses që ne arrim. Trashëgimia që na le nuk janë vetëm vepra dhe kontributi yt në arsim, por mbi të gjitha vlerat njerëzore që na mësove ne. Faleminderit babi që punove dhe jetove me nder, e ne sot krenohemi me ty. Ne do të ndjekim hapat e tu babi, të premtojmë. Do të kujtojmë deri në frymarrjen tonë të fundit. Pusho i qetë babi. Familjar, miq e dashamir, ju falenderoj për prezencën tuaj sot në Akademinë Përkujtimore për babin. Falenderim i veçantë për profesoreshën Sala Ahmeti, për profesor Vebit Zanin, shumë falenderit profesor Selman Meha, falenderit për organizimin, ndihmën në organizim Zoti Ahmet Jashari dhe Universitetit Isa Boletini. Në nderuat me prezencën tuaj sot këtu, të nderuar qofshit gjithmonë. Tash ftojmë profesoreshën Sal me një kërkesë të saj. Kërkoj falje që prap po dal, po kom harruar një fakt shumë të rëndësishëm. I lus familjarët, miqt e Ibrahim Qitakut, që librat e tij ti dërgojnë në të gjitha arkivat, në arkivin e Kosovës, në arkivin e qytetit Mitrovicës. Biblioteka kombëtare i ka, sepse ato shkojnë me rastin e botimit. Bibliotekat, për shembull, të në Institutin Albanologjik, në Institutin e Historisë, në Bibliotekën e Tiranës, në Arkivin Shtetëror të Shqipërisë. Unë jam e gatshme t'ju shoqëroj dhe të shkojmë bashku do që ndjehet nevoja, por ju lutem kryeni edhe ç't obligim, sepse do të ishte fatkeqësi që librat e Ibrahim Qitakut mos jenë të pranishme në të gjitha bibliotekat e rëndësishme dhe në arkivat shtetërore të Kosovës edhe të Shqipërisë. Kaq. Faleminderit edhe një herë, profesoresh. Zonja dhe zotrinj, duke ju falenderuar për pjesëmarrje, me kaq e shpallim të mbyllur këtë Akademi Përkujtimore kushtuar profesor Magjistër Ibrahim Qitaku. Faleminderit.